Në rregull, pra ekrani funksionon në mënyrë të përsosur dhe desha t'u tregoj edhe një herë origjinën e fjalës shqipe dhia. Do t'u tregoj se si funksionon fjalori gjuhëve indo-europiane, sepse ka një keq kuptim shumë të madh. Këta turbo-albanët i kanë gënjur shqiptarët, ju kanë thënë që në fjalorin e gjuhëve indo-europian ka manipulime. E tashi do ta shikoni që nuk ka manipulime, ja ta shikojmë bashkë ekranin. Ja dallohet ekrani. Dhe dallohet ekrani, në rregull. Ja ta shikojmë bashkë afër. Pra, këtu është fjalori gjuhëve indo-europiane, është origjina e fjalës dhia, në gjuhën sanskrite është aja, kështu shqiptohet. Në gjuhën perse të vjetër është azdak. Në gjuhën shqipe është dhi. Në gjuhën lituaneze është ozhës, oshka. Në gjuhën pruse të vjetër është uose. Në gjuhën sanskrite agjina i thonë lëkurës së dhis. Në gjuhën lituaneze ozhinis i thonë prej cjapit. Dhe në gjuhën slave kishtare jazno i thonë lëkurës së dhis. Unë nuk e di si ta aktivizoj zërin tuaj. Ju e dëgjoni zërin tim? Shkroni po nëse dëgjoni. Pra, a mund ta shkroni poshtë që dëgjohet zëri? Kur flas unë, a dëgjohet? Nuk shkruan njëri. Pra, në këtë mënyrë funksionon fjalori gjuhëve indo-europiane dhe këtu nuk ka asnjë lloj manipulimi. Ky është fjalori që unë e kam nxjerr në një shërbim që quhet Script. Në këtë shërbimin Script gjendet pikërisht fjalori im, quhet Julius Pokorne Proto-Indo-European Etymological Dictionary. Edhe aty të gjitha fjalët janë përkthyer në anglisht. Dhe anglishtja është një gjuhë universale. Ky fjalor mua më ka ngrënë 30 vjet për ta përkthyer në mënyrë të përsosur. Dhe nuk ka asnjë lloj manipulimi. Është thjesht një koleksion fjalësh që kanë shqiptim të përafërt dhe kuptim të njëjtë ose të përafërt, në këtë rast fjala dhia. Dhe kjo tregon që kjo është fjalë indo-europiane, e trashëguar, sepse ka pësuar të njëjtat ndryshime fonetike si fjala dhia në gjuhën lituaneze, në gjuhën sanskrite dhe në gjuhën slave kishtare. Pra, siç e shikoni, gjuha shqipe ngjan shumë me gjuhët e tipit satem. Gjuhët e tipit satem quhen ato që shqiptojnë numrin 100 satem. Ndërsa kentum quhen ato gjuhë që shqiptojnë numrin 100 me k, kentum. Pra, ky është filmi, film shumë i shkurtër, nuk do ta zgjas. Ju po të dëshironi mund të regjistroni, di që mund të regjistroni bisedën tonë. Por unë nuk do regjistroj kur bisedën tonë, tek unë jeni komplet të sigurt që mund të thoni çfarë të doni. Por ju mund ta regjistroni po të doni bisedën tonë. Unë nuk do regjistroj, sepse unë kam bërë mbi 4000 filma që po i nxjerr dal nga dal. Nuk kam nevojë të regjistroj të tjerët. Pra tek unë është siguri e plot.
Unë edhe me studentët asnjëherë nuk i regjistroj kur, s'kam nevojë. Unë bëj vetë filmat e mi. Pra nuk mos keni fare frikë. Mund të qëndroni, mund të flisni, por nuk e di se si ta bëj me zë që ju të flisni. Të paktën shkruani që e dëgjojmë atë që thoni. E dëgjoni atë që them unë? Të është një buton, nuk e di ata shtyp. Ky butoni, po ta shtypësh, e ndalon bisedën. Do rritë pak. Pra biseda është disa minuta, nuk do ta zgjas shumë. Bisedat tona do të jenë të shkurtra dhe unë do t'ju tregoj fjalë të gjuhës shqipe që janë në gjuhët e tjera indo-europiane, që kanë shqiptim të njëjtë dhe kuptim të prafërt. Pra si që shikoni, ky është fjalori gjuhëve indo-europiane, është shumë i bukur. Mua ma ka ndryshuar jetën komplet dhe doja ndryshoj jetën edhe juve. Kjo që kam nisur unë është një revolucion, në fakt është vazhdimësia e revolucionit të dhjetorit. Është vazhdimësia e revolucionit të dhjetorit, sepse unë jam studenti i dhjetorit, unë jam studenti i demokracisë, por nuk ma me të mendja kur që do ta merrte peng Partinë Demokratike Sali Serbi. Një vampir i vërtet. Dhe të gjitha vuajtjet e shqiptarëve janë shkaktuar pikërisht prej tij, sepse Edi Rama do ishte përmbysur prej kohësh, po të ishte i gjallë, një nga demokratët më të mëdhenj që do ta mësojmë se kush është. Por fatkeqësisht edhe ky si Enveri i vrau shokët. Vrasja më e tmerrshme ka qenë vrasja e Gramos Pashkos, edhe Azem Hajdarit. Këto kanë qenë dy vrasjet më të tmerrshme. Pra ky është një vampir, që ta dini. Ky do na marrë të gjithëve me vete. Nuk do e lejojmë gjë të tillë. Pra, unë fillova të interesohesha për fjalorin e gjuhëve indo-europiane pikërisht mbas revolucionit të dhjetorit, mësova për fjalorin e gjuhëve indo-europiane, me 1000 mundime arrita ta blej atë, pastaj bleva një skaner, e skanova, dhe pastaj fillova të interesohesha si ta përkthej në gjuhën angleze. Përkthimi i parë zgjati 4 vjet, doli në vitin 2004, është në internet akoma. Pastaj në vitet 2020, kur filloi inteligjenca kompjuterike të zhvillohej, edhe një herë e përdora më mirë dhe ka dalë përkthimi më i pastër tashti, më i saktë. Në fakt është i shkëlqyer si përkthim. Mua më ndjekin 19.000 studiues të ndryshëm në Akademia Edu. Të dashur shikues. Kjo është klasa ku unë jap mësim. Dhe pas mësimit nga njëherë lidhem në TikTok. Besoj se do lidhemi. Por më shkruani poshtë filmit a dëgjoni apo jo. Dhe a mund të lidheshin shikuesit me zë që ata të flasin. A është e mundur një gjë të tillë. Sekond, është një buton dhe ju faleminderit shumë. Pa dëgjohet zëri im i saktë apo jo? TikToku kanë qenë ëndra ime, por kisha shumë frikë që të dilja live, shumë frikë. Mirë, po fillova të mësosha nga që jepja mësim në internet. Dhe aty më doli pak frika duke folur me nxënësit e mi. Madje në fillim nuk e ndizja kameran, vetëm mbas 2 vjetësh fillova ta ndes kameran. Kaq frikë kisha të dilja live me nxënësit që i njihja dhe jo më me njerëz të huaj. Pastaj më ftoi zoti Aristotel Petro në 2 biseda live, më dha zemër, më dha
energji, më dha besim, edhe unë do t'i mbetem atij borxhli gjithë jetën për atë të mirë që ka bërë. Edhe më ka mbrojtur gjatë bisedave në live, se nuk i dihet se me kë flet, dhe ai gjithmonë ka qenë angjëllimi mbrojtës. E çuditshme. Dhe kështu filloi dëshira ime për të bërë transmetim live. Në fakt, ky është transmetimi im i parë. Kam marrë pjesë live në transmetimin e Aristotel Petros, kur më ftoi ai. Dhe zoti Aristotel ka një ide që ne të bëjmë intervista, po unë them që transmetimi live ka këtë të mirë që nuk jam i stresuar më, ndërsa po të jesh në një intervistë, ke atë presionin e madh se çfarë do thuash, po të shikon e gjithë Shqipëria. Ndërsa në live të duket sikur po flet me miqtë e tu, është më e ngrohtë atmosfera, mund të them. Nuk e di, a ju pëlqeu shpjegimi për fjalën dhia? Pra kjo është fjala e parë shqipe në fjalorin e gjuhës indo-europiane. Ky fjalor është bërë nga Akademia Austriake, me bashkëpunimin e gjigantëve më të mëdhenj të gjuhësisë. Një mrekulli që kam nxjerr apo jo? Dhe kam nxjerr falas. Turbo-albanët i shesin librat e tyre. Unë çdo gjë kam nxjerr falas. Absolutisht. Edhe libri në fjalë është në shërbimin që quhet Script. Ja ta shikoj, mund të jetë. Dhe atje mund ta kërkoni Indo-European Dictionary, fjalor indo-europian. Në origjinal ishte në gjermanisht, dhe unë e kam nxjerr në anglisht, sepse gjuha angleze pra është gjuhë universale, prandaj ja ta shikoni. Ky është shërbimi Script, dhe atje mund ta gjeni. Shikoni. Mjafton të bësh antar këtu, po ka shërbime që bëjnë shkarkim falas, pa qenë antar. Mjafton ta kërkosh te kjo rubrika kërko, search, shtyp aty Indo-European Dictionary, po duket mirë apo jo? Se po, duket shumë mirë. Në rregull. Lexohet? Apo është së prapthi? Jo, lexohet, në rregull. Një mrekulli apo jo? Shumë gjë e bukur. Jam shumë i lumtur. Keni ndonjë pyetje? Unë kam ndërmend të sqaroj vetëm fjalët që janë në fjalorin e gjuhës indo-europiane, sepse ato janë fjalët që ka trashëguar gjuha shqipe. Ndërsa fjalët që i ka huazuar, unë kam bërë shumë filma për këto fjalë, edhe besoj keni parë. Janë në YouTube tek Albanian Dictionary. Është faqja ime internet në YouTube. Atje kam 6400 ndjekës të përhershëm. Po unë dua që ju të flisni, po nuk di se çfarë butoni të shtyp që ju të flisni. I çova një ftesë zotit Aristotel, po ndoshta është i zënë, sepse ai kuptohet që është shumë i ngarkuar. Shiko, njerëzit nuk janë ignorant. Ata e kuptojnë mirë se çfarë thonë. Unë kam përshtypjen që këto turbo-albanët e kanë kthyer në biznes. Studja e etimologjisë, kështu i themun asaj. Ajo e ka kthyer në biznes, ajo ka ngritur një vilë me 3 kate, duke shitur libra me gënjeshtra shqiptarëve, duke thënë atyre që jeni grek, sepse të thuash atyre
shqiptarëve që jeni pellazg, do të thotë që jeni grek. Dhe unë të merova kur pash javën greke në Shqipëri, janë vënë flamurët grek, ore, në çdo qytet shqiptar turp i botës, javë greke nuk do të thotë vjen flamurët grek në për rrugët e qyteteve shqiptare. Javë greke do të thotë të hash djath feta grek, ullinj grek, kaq. Kjo është java greke. Sikur të ishte javë italiane, do haje pasta italiane, makarona. Po të ishte javë franceze, do haje zhaba dhe kërmi. Kaq. Po s'do varësh flamurët francez,